Qyteti i Elbasanit i ka nisur më herët kremtimet këtë vit për festën tradicionale të ditës së verës. E gjithë kjo periudhë parashikohet të jetë e mbushur me aktivitete të larmishme, të cilat padyshim nisin me fëmijët të shkollave dhe kopshteve. Festimet jo pa qëllim nisën me aktorët e talentuar të teatrit të kukullave Skampa, të cilët sollën shfaqjen Elefanti që donte të fluturonte, një shfaqje plot ngjyra dhe emocione vënë në skenë nga regjizori i njohur Hysén Mullajonuzi. Shfaqja u zhvillua në një nga lulishtet më të frekuentuara të qytetit, duke kthyer natyrën në skenë të hapur për artin dhe imagjinatin. Që i mbushni me dëshirat e tua? Po! Pra, ne pas kemi parë? Të njëjtën ëndër! Drejtori i Artit dhe Kulturës në Bashkinë e Elbasanit, zoti Artin Kovaçi, bën me dije se aktivitetet e ditës së verës nisën me shfaqje kulturore, do të vjojnë me ato sportive, artistike, panajire të ndryshme për të kulmuar më 14 mars. Ja thash pak më përpara, është një program i organizuar nga fëmijët. Me teatrin e kukullës që do të jetë shëtitës, do ketë panajire të ndryshme, edhe për shkollat, por edhe për të gjithë bizneset që janë në qytetin e Elbasanit. Përveç kësaj, janë dhe shumë aktivitete të tjera sportive të shkollave të vjeçare dhe të shkollave të mesme. Finalet e kukullave do të bëhen pallat sportit, të voleybollit, basketbollit dhe futbollit, janë disa javore që përgatiten për këtë punë, dhe shumë koncerte tjera që janë sidomos në natën 13 në darkë do të jetë koncerti i madh i ditës së verës. Që do ketë edhe këngëtarë shumë të ftuar me emrin në Shqipëri. Kurse vazhdimësia do jetë mësane edhe data 14 që është po dita simbole jona, dhe vazhdimësia do vazhdojë edhe 15, 16 dhe ditët tjera vazhdimore.